Brenda mureve të Big Brother VIP Albania, banorët përjetuan një nga provat më të vështira të sezonit, një sfidë rezistente me akull. Në këtë provë, të gjithë banorët duhet të vendosnin këmbët brenda një kutije të mbushur me akull dhe të çndronin sa më gjatë të mundnin, duke u përballur me temperaturat e ulta dhe lodhjen fizike. Sigurisht, sfida nuk testonte vetëm trupin, por edhe vullnetin dhe çëndrueshmërinë emocionale të secilit konkurrent në atë mjedis të izoluar. Ai që reziston më shumë do të ketë një shpërblim prej 2.000 eurosh, një çmim i konsiderueshëm për banorët brenda shtëpisë. Në orët e para të provës, atmosfera ishte e tensionuar, ndërsa disa konkurrentë u dorëzuan shpejt për shkak të ftohtësisë dhe lodhjes. Disa të tjerë qëndruan të vendosur, duke shfaqur përpjekje të jashtëzakonshme për të duruar. Midis tyre u krijua një situatë konfliktuale që mori vëmendje të madhe, ajo midis Rogertit dhe Malit. Rogerti, i njohur për qëndrimet e tij direkte dhe shpesh provokuese, filloi të komentonte në mënyrë të ashpër situatën e lojës. Por një moment i rënd ndolli kur ai u drejtua Malit me një deklaratë shumë personale. Ai e pyeti atë: kush ta ka bërë jetën traumë, mami apo babi, duke prekur një çështje të ndjeshme të jetës së Malit. Kjo deklaratë shkaktoi reagime të forta brenda shtëpisë, si dhe debat mes publikut jashtë ekraneve, pasi konsiderohej një tejkalim i kufive të lojës dhe personale të banorëve. Ndërsa Rogerti vazhdoi me tonet e tij provokuese, Mali përpiqej ta ruante qetësinë. Ai nuk ju përgjigj me të njëjtën fjalë të ashpër, po zgjolli ta njojë provokimin dhe të përqendrohet në sfidë, duke mbajtur një qëndrim më të matur përballë situatës. Ky reagim i tij u vlerësua nga shumë shikues si një shembull i kontrollit emocional. Me gjithë presionin e krijuar brenda provës, gjatë kohës që sfida vazhdonte, tensioni u rrit jo vetëm për shkak të ftohtësisë ekstreme, por edhe për shkak të dinamizmit nëpërmjet banorëve. Disa prej tyre u dorëzuan njëri pas tjetrit, kurse të tjerë kërkonin mënyra për të përballur me dhimbjen dhe lodhjen fizike. Pas një kohe të gjatë sfide, vetëm 5 banorë arritën të mbeteshin në provë, duke rezistuar pak më gjatë se të tjerët. Në këtë pikë, balanca e garës ndryshoi, sepse në vend që secili të fitonte automatikisht çmimin e tij, vëllai i madh i dha mundësinë këtyre 5 banorëve të diskutonin dhe të vendosnin në qoftë të ta ndanin çmimin prej 2.000 eurosh në një person apo në kolektiv. Kjo fazë e lojës nuk ishte vetëm një provë fizike, shumë e vështirë, por edhe një test i unitetit dhe marrëdhënieve që kishin ndërtuar ata brenda shtëpisë, gjatë kohës së kaluar së bashku. Në fund, sfida me akull u përfol jo vetëm për vështirësitë e saj, por edhe për tensionet emocionale dhe debatet që krijoi midis banorëve. Provimi u bë një nga momentet më të përfolura të sezonit, duke treguar se jo vetëm garat fizike, por edhe situatat emocionale dhe provokimet mund të ndikojnë thellë në dinamikat e një reality show kaq të ndjekur.